Testi matematikës sezoni i parë matura 2022. X i takon R, do me thënë janë numra real. X me e vogël baras me 2, kufiri i dytë përfshihet, do të thotë është gjysmë intervali minus infinit 2. Faktorët e përbashkët 4a në të tretë thjeshtohen. Raporti 2a në katror. Sa përqind e 12 është 9, do të thotë 9 ndaj 12 shumëzuar me 100%. Thjeshtojmë 75%. Shuma u plus v ka koordinatat 3, 4, gjatësia 5 me anë të formulës së saj të shprehur në koordinata. 2 katror janë gjithmonë të ngjashëm. Raporti i syprinave i barabartë me koeficientin në katror. Koeficienti i barabartë me 6 ndaj 8 ose 3 ndaj 4. Raporti i brinjve i barabartë me koeficientin barabartë me 3 ndaj 4. Në trekëndëshin këndrejt, kateti i barabartë me 12 kosinusi këndit 60 gradë. Kosinusi 60 gradë barabartë me 1/2, x barabartë me 6. Gjatësia e harkut L barabartë me 9 ndaj 360 gradë shmëzuar me 2 pi r. Në masa në gradë. Zëvendësojmë N barabartë me 20 gradë. AB barabartë me BC, këndet në bazë të barabarta dhe të bashkëmbështetura me këndin 100 gradë. X barabartë me 180 minus 100 barabartë me 80 gradë. Shuma e këndeve në trekënd është 180 gradë, beta barabartë me 20. Mund të zbatoni me njëherë teoremën për këndin e jashtëm, 100 gradë barabartë me beta plus x. Nga ekuacioni i rrethit, lexojmë abshisën e qendrës për x plus 1 barabartë me 0 ose x barabartë me minus 1. Kryejmë veprimet inverse në radhën e kundërt, shumëzojmë me 3, kalojmë b subjekt në anën e majtë dhe 3 anët të djathtë me shenja të kundërta. Sinusi i këndit pozitiv në kuadrantin e parë dhe të dytë, tangenti negativ në kuadrantin e dytë dhe të katërt, të dy kushtet plotësohen në kuadrantin e dytë. Nëse zëvendësojmë vlerën 0, inekuacioni kthehet në mosbarazim të vërtet, 1 më e madhe baras me 1 plotësohet për barazimin e përfshirë. X plus y barabartë me 9 ka koeficient këndor më 1 barabartë me minus 1. Ose duke kthyer me subjekt y, lexojmë me 1. Y barabartë me mx plus 11 ka koeficient më 2 barabartë me m barabartë me minus 1 ndaj më 1, me që drejtëzat janë pingule. E kthejmë në trajtën fuqi, derivojmë y' barabartë me 3 ndaj 2 rënja x. Zëvendësojmë për x barabartë me 4, y'4 barabartë me 3. Një nga trajtat e ekuacionit të parabolës, y barabartë me a, x minus m në katror plus n, duke krahasuar lexojmë kulmin 3,0. Me që kursi i dhënë 176 gradë më i vogël se 180 gradë, kursi i kërkuar gjendet si shumë me këndin 180 gradë barabartë me 356 gradë. Gjejmë integralin dhe zbatojmë kufijt, në fillim 1 më pas 0, vlera minus 2. Zhvendosje e kalon g në g' me koordinatat e reja x', y' me vektor minus 2 plus 1. Që këtej, x' barabartë me 4 plus minus 2, y' barabartë me 1 plus 1. Hapësira ka 8 rezultate të mundshme. N e h barabartë me 8,
Ngjarja mundësohet 5 herë, NA barabart me 5. Probabiliteti barabart me NA përmbi NH barabart me 5/8 ose 0,625. Nëse shënojmë gjatësitë e dy shokëve të parë A, B, A plus B ndaj 2 barabart me 1,64, shuma 3,28. Një lloj për të tre shokët, A plus B plus C ndaj 3 barabart me 1,65, shuma 4,95, nga ku gjejmë vlerën e C. Kufiza e 7 gjendet me zëvendësimin e N barabart me 7, A7 barabart me -9. AN barabart me 5 minus 2N për N natyrore. Zëvendësojmë AN minus 345, ekuacioni duhet të ketë zgjidhje natyrore. N barabart me 175 është natyrore, vlerën minus 345 e ka kufiza në vendin e 175. Kryejmë veprimet në bazë të vetive të llogaritmit. Në numërues, shuma e llogaritmeve e barabartë me llogaritmin e prodhimit. Në emërues, ndryshesa e barabartë me llogaritmin e raportit. Llogaritmi 100 me bazë 10 është 2, llogaritmi me bazë 3 i 3 në fuqi minus 1 barabartë me -1. Emëruesi x minus 1 i ndryshëm nga 0. Zbatojmë formulën për katrorin e 2 minus x barabart me 4 minus 4x plus x në katror, shumëzojmë minus 3 me x plus 1 dhe më pas reduktojmë kufizat e ngjashme. X në katror minus 1 zbërthehet x minus 1 që shumëzon x plus 1, me që x minus 1 e ndryshme nga 0, thjeshtojmë përfundimi x plus 1. Syprina e barabart me 1/2 AB që shumëzon AC sinusi i këndit ndërmjet tyre 60 gradë. Zëvendësojmë, thjeshtojmë x barabart me 2. Për të gjetur BC, zbatojmë teoremën e kosinusit. BC në katror barabart me 12. BC barabart me 2 rrënje 3. Trekëndshja DF kongruent me trekëndshin GDC, sepse këndi A barabart me këndin D barabart me 90 gradë si këndi të katrorit, AD barabart me DC si brinjë të katrorit, AF barabart me DG nga kushti, rasti brinjë kënd brinjë. Duke krahasuar këndet, x e barabart me masën e këndit AFD dhe DGC të barabart me 57 gradë si kënde ndërrues të brendshëm. AB paralele me DC. Koni rrethor i drejtë ka pamje ballore trekëndshin dy brinjishëm. Elementet e tij, lartësia H, përftuesja L, rrezja e bazës R, ku H barabart me R dhe vëllimi V barabart me 8π/3. Në formulën për vëllimin, zëvendësojmë R në kub barabart me 8, R barabart me 2. Me që L në katror barabart me H në katror plus R në katror, barabart me 2 R në katror, pasi zëvendësojmë H barabart me R dhe R barabart me 2, përftuesja L barabart me 2 rrënje 2. Ekuacioni i drejtës y barabart me mx plus c, m barabart me ndryshesën y2 minus y1 përmbi x2 minus x1 barabart me 2. 0 minus 2 i takon drejtës D, do me thënë ordinata në origjinë c barabart me minus 2. Drejtësa me ekuacion y barabart me 2x minus 2. Drejtësa dhe parabola janë tangjente nëse sistemi me ekuacionet e tyre ka vetëm një zgjidhje, do me thënë takohen në vetëm një pikë. Ekuacioni i gradës së dytë ax në katror barabart me 2x minus 2 ka vetëm një zgjidhje, do të thotë dallori barabart me 0. Zëvendësojmë tek dallori, kryejmë veprime, A barabart me 1/2.
2/3 janë arra, do të thotë 1/3 rrethi dhe bajame. Raporti lajthi-bajame 2/5, gjithsej 7 pjesë. Pjesa e lajthive në n, 2/7 e 1/3 barabartë me 2/21. F e g të x barabartë me gx plus 2, ku zbatohet funksioni f. Zëvendësojmë g në x-it barabartë me 2x në katror, funksioni i përbërë 2x katror plus 2. Zëvendësojmë f e g të x-it në ekuacion. Arrijmë në një ekuacion të gradës së dytë. Faktorizojmë x plus 1 barabartë me 0 ose 2x minus 3 barabartë me 0 rrënjët minus 1/3. Pjesëtuesin më të madh të përbashkët të kufizave x e faktorizojmë. Më pas faktorizojmë x katror plus 5x plus 4 në faktorët x plus 1, x plus 4. Me që funksioni zbritës, f prim x me i vogël se 0. F prim x barabartë me 3x katror plus 4x minus 4 faktorizohet të rrënjët për f prim x barabartë me 0 janë 2/3 dhe minus 2. Ndërtojmë grafikun e funksionit derivat si parabol ku a barabartë me 3 më e madhe se 0 krahas lart dhe rrënjët 2/3 minus 2. Bëhet negativ për x që takon minus 2, 2/3, interval pa kufijt. Bashkësia universale ka 210 element nxënës. Bashkësia e matematikës ka 40% e 210 barabartë me 84 nxënës. As në matematikë dhe as në anglisht janë 18 nxënës. Sjell në matematikë ose anglisht si plotës janë 192 nxënës. Nga formula themelore për bashkësitë, gjejmë që në të dy lëndët kanë marrë 10-39 nxënës. I shpërndajmë të dhënat në diagramën e venit ku vetëm në matematikë kanë marrë 10, 84 minus 39 nxënës, dhe vetëm në anglisht 147 minus 39 nxënës. Thëndryshe, numri i nxënësve që kanë marrë 10 vetëm në matematikë më dhe a prim është 45 nxënës. Shuma e probabiliteteve është 1. Bëjmë shumën a barabartë me 0.2 barabartë me p e 4. Zari të mos bjerë qift, do të thotë të bjerë tek. Mbledhim probabilitetet për ngjarjet 1, 3 dhe 5 që janë numra tek. PA barabartë me 0.45. Me këtë ushtrim përfundon teza e matematikës qershor 2022. Miru dëgjofshim.